Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+ me fundjavën përvluese në Lushnjë, ku temperaturat arritën në 38 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, edhe fillimi i javës do të jetë i nxehtë. Shqipëria do të vijojë të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta gjatë fundjavës. Vala e të nxehtit ka përfshirë dhe qytetin e Lushnjës me termometrin që tregon sot 38 gradë Celsius, e cila ka ndikuar ndjeshëm në përditshmërinë e qytetarëve. Në orët e mesditës, rrugët dhe sheshi i qytetit janë boshatisur pasi qytetarët kanë preferuar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ose në hije për t'u shmangur vapës përvoluese. Por jo të gjithë i shmangen vapës, si personat që kanë detyrime të domosdoshme, punonjësit e ndërtimit apo edhe efektivët e policisë rrugore. Konsumi i ujit, pijeve freskuese dhe akulloreve është rritur ndjeshëm gjatë këtyre ditëve me temperatura ekstreme. Sipas parashikimit meteorologjik, edhe fillimi i javës së ardhshme do të karakterizohet nga moti i nxehtë dhe i kthjellët, me temperatura që do të vijojnë të jenë të larta dhe në disa zona mund të arrijnë sërish në 40-41 gradë Celsius. Nga dita e martë parashikohet një rënje lehtë e temperaturave, megjithse moti do të mbetet tipik veror dhe i nxehtë. Mjekët u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe. Ata këshillojnë shmangjen e daljeve në orët më të nxehta të ditës, nga ora 11 deri në 17, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Po ashtu rekomandohet konsumimi i ujit, lëngjeve dhe frutave të freskëta sa më shumë, përdorimi i veshjeve të lehta dhe qëndrimi në ambiente të freskëta. Bluzat e bardha theksojnë se në rast të shfaqjes së marramendjes, dobësisë, temperaturës së lartë të trupit apo vështirësive në frymarrje, qytetarët duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore. Qeveria prezantoi programin Dy fishosi për marrjen tënde, ku ofrohet mbështetje financiare për bizneset dhe fermerët. Qeveria shqiptare ka prezantuar programin kombëtar Dy fishosi për marrjen tënde, një nismë që synon të lehtësojë aksesin në financim për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, si edhe për fermerët, duke nxitur investimet në sektorët strategjik të ekonomisë. Në ceremoninë e prezantimit morën pjesë kryeministri Edi Rama, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, ministrat të kabinetit qeveritar, përfaqësues të shoqatës shqiptare të bankave, sistemit bankar, komunitetit të biznesit dhe shoqatave të sipërmarrjes. Programi synon të mbështesë zgjerimin e aktivitetit të bizneseve, rritjen e investimeve dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së tyre përmes krijimit të mundësive të reja të financimit. Vetëm për vitin 2026, qeveria shqiptare ka parashikuar linjën e kredisë 250 milion euro, që do të bëhet shpërndarje nga ana e sistemit bankar. Kemi garancinë sovrane 50 milion euro, do të rishikohet meritje në varësi dhe teksturisë dhe thezaurimit të saj për gjatë vitit 2026. Ajo që ne synojmë me këtë program është që t'i japim krah ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen. Pra, ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të rriten dhe të bëhen të mesme. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla tha se nisma krijon mundësi konkrete për fermerët dhe sipërmarrjet agro-ushqimore, që të investojnë në modernizim, siguri ushqimore dhe rritje të konkurrueshmërisë. Ministri theksoi se transformimi i bujqësisë shqiptare është i lidhur ngushtë me procesin e integrimit evropian dhe përafrimin e sektorit me standardet e Bashkimit Evropian. Ai bëri të ditur se Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë pranë bizneseve dhe fermerëve gjatë gjithë procesit, duke ofruar orientim dhe asistencë për aplikimin dhe zbatimin e programit. Transformimi i bujqësisë nuk lidhet vetëm me nevojën për të rritur në eksporte apo edhe për të zhvilluar më shumë, por edhe për atë çfarë ne jemi duke bërë më së miri tashmë për të përshtatur drejt legjislacionit Bashkimit Evropian me 3 kapituj të cilët ne kemi 11-ën, 12-ën dhe 13-ën, ku i gjithë procesi është duke ecë me ritme të shpejta, por që të gjithë bizneset që kemi në territor, që jemi çdo ditë në takime për të promovuar, për të diskutuar me ta, por edhe ndaj procesit që ne po bëjmë në kategorizimin e disa subjekteve të para, 900 subjekteve të para në territor, për t'i parafruar drejt legjislacionit evropian. Protesta qytetare hyn në ditën e 49. Organizatorët nisin regjistrimet për Kuvendin Kombëtar Qytetar.
Protesta qytetare vijon dhe sot, ndërkohë organizatorët kanë nisur një tjetër etapë të organizimit të saj. Pasi kanë njoftuar që të shtunën do të mbahet mbledhja e parë e Kuvendit Kombëtar Qytetar, një forum që synon të përfshijë qytetarë nga gjithë Shqipëria në diskutimin dhe vendimarrjen mbi vijimin e nismës, ka nisur procesi i regjistrimit dhe antarësimit të pjesëmarrësve. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve të plotësojnë formularin e aplikimit dhe të bëhen pjesë e Kuvendit, duke theksuar se synimi është krijimi një platforme të gjerë qytetare me përfaqësim nga qytete të ndryshme të vendit. Sipas tyre, Kuvendi Kombëtar Qytetar do të shërbejë si një mekanizëm organizimi dhe koordinimi, ku do të diskutohen propozime, qëndrime dhe hapat e mëtejshme të lëvizjes. Ata shprehen se pjesëmarrja e qytetarëve është thelbësore për forcimin e përfaqësimit dhe përfshirjes në vendimarrje. Organizatorët kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim, ndërsa mbeten të angazhuar për realizimin e objektivave të tyre përmes protestës dhe strukturave të reja organizative që po krijohen. Projekt ligji i ri për taksën e pronës ndryshon mënyrën e llogaritjes, 50% zbritje për banesën e parë. Projekt ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme sjell një lehtësi të rëndësishme për pronarët e banesës së parë, duke parashikuar për herë të parë një zbritje prej 50% të vlerës së saj për efekt të llogaritjes së taksës. Sipas draftit, një pjesë e vlerës së banesës së parë do të përjashtohet nga taksimi. Për banesat me vlerë të ulët ose mesatare deri në 2 fishin e pragut të zbritjes së përcaktuar për secilën bashki, taksa do të llogaritet vetëm mbi gjysmën e vlerës së pronës. Për banesat me vlerë më të lartë, përjashtimi do të aplikohet vetëm mbi pjesën e vlerës që korrespondon me pragun maksimal të zbritjes, ndërsa pjesa tjetër do të tatohet normalisht. Pragjet e zbritjes do të ndryshojnë sipas bashkive, duke marrë parasysh diferencat e tregut të pasurive të paluajtshme në zona të ndryshme të vendit. Lehtësia fiskale do të aplikohet vetëm për një banesë. Nëse një individ zotëron vetëm një banesë, zbritja do të zbatohet automatikisht. Në rast se ka më shumë se një pronë banimi, ai duhet të vetë deklarojë se cila do të konsiderohet banesa e parë. Banesat e tjera nuk do të përfitojnë nga kjo skemë dhe do të tatohen mbi vlerën e tyre të plotë. Projekt ligji sjell gjithashtu një metodë të re për përcaktimin e bazës së taksës. Në vend të çmimeve fiskale që përdoren aktualisht, taksa do të mbështetet mbi vlerën e vlerësuar të pronës, e cila synon të pasqyrojë sa më afër vlerën e tregut. Kjo vlerë do të përcaktohet nga hartat e vlerës dhe çmimet e referencës të përgatitura nga autoriteti vlerësues pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, duke marrë në konsiderat jo vetëm vendodhjen e pronës, por edhe faktorë si përdorimi, vjetërsia dhe karakteristika të tjera që ndikojnë në vlerën e saj. Llogaritja e detyrimit tatimor do të kryhet automatikisht nga sistemi informatik i kadastrës fiskale, i cili do të përllogarisë taksën duke marrë parasysh vlerën e pronës, zbritjet e parashikuara në ligj dhe normën e taksës për kategorinë përkatëse. Për kategoritë e tjera të pasurive, parimi i llogaritjes mbetet i njëjtë. Vlera e taksueshme shumëzohet me shkallën përkatëse të taksës. Ndërkohë për parcelat është parashikuar një masë tranzitore sipas së cilës gjatë 2 viteve të para të zbatimit të ligjit do të zbritet 50% e vlerës së vlerësuar të parcelës përpara llogaritjes së detyrimit tatimor. Shkëputen kontratat e 20 zyrtarëve serb në Ministrinë e Mjedisit në Kosovë, sepse nuk paraqiteshin në punë. Ministria në detyrë e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës në Kosovë, Fitore Pacolli, ka njoftuar shkëputjen e kontratave të punës për 20 zyrtarë të kësaj ministrie nga komuniteti serb, të njohur edhe si pjesë e ish-mbrojtjes civile. Sipas Pacollit, vendimi është marrë për shkak të mungesës së vazhdueshme të tyre në vendin e punës, si dhe në përputhje me rekomandimet e zyrës kombëtare të auditimit. Ajo bëri të ditur se bazuar në evidencat zyrtare, zyrtarët në fjalë të punësuar që prej 5 janarit 2016 në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nuk kanë përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës. Sipas ministres, shkeljet përfshin mungesën e vazhdueshme në vendin e punës dhe mos respektimin e detyrave zyrtare, çka ka çuar në ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. Pacolli paralajmëroi se një njëjti standard do të zbatohet për të gjithë të punësuarit në administratën publike, pa dallim përkatësie apo pozite. Në përfundim, ministria theksoi se institucionet do të jenë të pakompromis në zbatimin e ligjit, duke nënvizuar se shërbimi publik duhet të shërbejë qytetarëve me përgjegjësi dhe respektim të plotë të detyrave zyrtare. Amerika ka shpërsuar rregullat për vizat e studentëve dhe gazetarët e huaj. Administrata amerikane ka miratuar rregullat e reja që kufizojnë kohëzgjatjen e qëndrimit për disa kategori vizash, duke prekur studentët ndërkombëtar, pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit kulturor dhe gazetarët e huaj.
Sipas rregullores së re të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, vizat F për studentët, jo për pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit dhe I për përfaqësuesit e mediave nuk do të kenë më vlefshmëri të pacaktuar të lidhur me kohëzgjatjen e programit ose angazhimit profesional. Rregullat e reja parashikojnë që studentët dhe pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit të mund të qëndrojnë në Amerikë për një periudhë maksimale prej 4 vitesh. Ndërkohë për gazetarët e huaj, afati maksimal I qëndrimit do të jetë 240 ditë, ndërsa për shtetasit kinez vetëm 90 ditë. Rregulloria pritet të hyjë në fuqi 60 ditë pas publikimit në Regjistrin Federal, nëse nuk has pengesa gjatë procesit të shqyrtimit. Ndryshimet kanë ngjallur reagime nga kritikët, të cilët paralajmërojnë se kufizimet e reja mund të krijojnë vështirësi për studentët ndërkombëtar, veçanërisht pas përfundimit të studimeve. Sipas tyre, periudha aktuale 30 ditore për të gjetur një zgjidhje ligjore për qëndrimin në Amerikë mund të mos jetë e mjaftueshme. Në bazë të rregullave të reja, personat që dëshirojnë të qëndrojnë në Amerikë për te afatit të lejuar, do të duhet të aplikojnë për zgjatje të qëndrimit ose të largohen nga vendi dhe të kërkojnë një vizë të re për të rikthyer. Këto është lajmet tona për sot. Lajmet I gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.